Kjo makinë u gjet në zonën e quajtur Livadhe të Kirasit në lagjen Guerile në Shkodër, gjatë një aksioni të policisë më 29 prill të vitit 2025. Mjeti Foristrat ishte pa targa, por nga verifikimet rezultoi se ishte vjedhur në Durrës. Dyshohet se po mbaje fshehur me qëllim për të përdorur për veprimtari kriminale, por u zbulua gjatë një operacioni të policisë lokale. Policia atë ditë gjeti dhe sekuestroi një armë zjarri automatike, municion luftarak, një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis. Gati 9 muaj nga zbulimi i makinës dhe arsenalit të armëve, policia e Shkodrës njoftoi se ka arritur të arrestojë një person të shpallur në kërkim, si pjesë e operacionit të koduar Livadhet, ndërsa një tjetër mbetet në arrati. Në pranga vu Sejt Suraj, 25 vjeç, banues në Shkodër, ndërsa u shpall në kërkim shtetasi BB 39 vjeç, gjithashtu banues në këtë qytet. Gjykata e Shkodrës ka caktuar për ta masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale vjedhja e kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve dhe municioneve, si dhe prodhimi dhe shitja narkotikëve. Hetimet ndërkohë vijojnë për të zbuluar më shumë mbi personat që mund të lidhen me makinën pa targa dhe arsenalin e armëve të zbuluar në një prej zonave të cilësuara problematike të Shkodrës, ku ndër vite janë shënuar disa ngjarje kriminale.